Klubi i Novi Pazarit në rajonin shqiptar i Sandxhakut në Serbi ka arritur që të marrë një barazim historik përballë yllit të kuq të Beogradit, çka mund të bëjë që klubi nga treva historike shqiptare ta sigurojë një vend për në Conference League në sezonin e ardhshëm futbollistik. Një gol fantastik nga Nemanja Miletić shkaktoi emocione të mëdha në tribuna. Novi Pazari vazhdoi të ëndërrojë kualifikimin për në Ligat e Europës, duke ndarur në fushën e vet kampionin aktual të Serbisë. Futbollistët e Novi Pazarit dhe Crvena Zvezdës dan pikët fal një barazimi 3-3, që erdhi në fund të ndeshjes nga Miletić. Mbrojtësi i majtë realizoi një gol të jashtëzakonshëm që shkaktoi një shpërthim gëzimi në tribuna. Ai si një nga lojtarët më të përvojtë e ekipit nga Novi Pazari pas një ndërprerje priti topin në shtyllën e dytë, u pozicionua mirë dhe goditi fort drejt portës se Ivan Guteshas, portieri i ri i Zvezdës nuk kishte asnjë mundësi. Gjuajtja ishte shumë e saktë dhe topi pasi goditi traversën përfundoi në rrjet. Lojtarët e rezervë të Novi Pazari ndaluan nxehtësinë për të hyrë në fushë dhe për të festuar golin e rëndësishëm me bashkëlojtarët e tyre në 11 titullare, dhe këtë me shumë gjast se dëshironte edhe çdo banor i qytetit, edhe djem që mblidhin topat pas portës deshën të vepronin njësoj. Madje në video shihen se ata edhe një hap drejt fushës dhe e njëjta ndjenjë vlonte edhe në tribuna. Të gjithë banorët e Novi Pazari dëshironin të ishin në stadium, edhe ata që dolën të hynin në tribuna donin të ishin edhe në fushë kur Miletić barozoi rezultatin. Meqense kjo nuk ishte e mundur, mbeti që dashurinë e tyre për ekipin ta tregonin në fund të ndeshjes, dhe kjo do të jetë një motiv i madh për ekipin e Vladimir Gaçinovicit para ndeshjes kundër OFK Beogradit. Një fitore në javën e fundit do t'i siguronte Novi Pazarit vendin në kompeticionet europiane për herë të parë në historinë e klubit. Është një ëndër që e ka pasur prej vitesh Adim Ljajić dhe që tani po e ndërron çdo banor i qytetit prej muajsh. Ajo që katëroi vëmendje në këtë ndeshje ishte padyshim përplasja midis dy tifozërive. Delje, tifozëria e zjarrt e Crvena Zvezdës dhe tifozët më të zjarrt të Novi Pazarit të identifikuar si grupi Torcida u përballën me Kore që nga fillimi i ndeshjes. Në një moment tifozët më të zjarrt të Zvezdës vendosën të provokojnë tifozët vendas me një këngë të famshme, të cilën zakonisht ja këndojnë Grobarit, tifozëve të Partizanit të Beogradit. Grobari, ana dëgjoni, e ka emrin Kori që kënduan ata. Kësa herë kënga mori një vazhdim të paprecedent, deli ja kënduan tifozëve vendas. Pazargjinja na dëgjoni, gjak serbi keni, gjë që shkaktoi reagim të ashpër nga tifozët vendas, të cilët kanë lidhje të forta me identitetin e tyre shqiptar dhe refuzojnë autoritetin e Beogradit. Torcida e Sandxhakut ja ktheu korin tifozëve të Zvezdës duke brolitur, nuk do ta merrni më kurrë Kosovën, një korë që e kënduan edhe në ndeshjen që ekipi i tyre luajti përballë Partizanit të Beogradit.
kaq aktiviste shqiptare nga Sanxhaku, Amina Nuraj ka publikuar foto në një tifozi të Novi Pazarit, duke bërë shqiponjën me duar në fush pas fitores ndaj Crvena Zvezdës në tokën tonë, shkruan ajo.